Përmirësimi i kushteve në tregjet e qytetit të Shkodrës është në fokusin e disa projekteve të bashkisë. Sipas Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik, investimi më i afërt do të jetë në markatën e Mishit, në tregun e Rusit ku parashikohen ndërhyrje për përmirësimin e higjienës, infrastrukturës dhe kushteve të punës për tregtarët. Shpresojmë që të fillojmë deri në fillimin e nëntorit, dhjetorit që ka të bëjë me merkaten, me godinën e Mishit. Aty do të bëhet një investim i ri për ndërtimin e dyqaneve, por edhe të dhomave frigoriferike, në mënyrë që të krijohen kushtet sipas gjitha standardeve higjienike dhe sanitare për tregtimin e produkteve të Mishit. Pas këtij investimi, vëmendja do të zhvendoset drejt ngritjes dhe funksionalizimit të tregjeve të vogla në lagjet e qytetit. Një tjetër investim që lidhet me pjesën e tregjeve është ajo puna vazhdueshme që bëjmë për krijimin e këtyre tregjeve të lagjes. Është një iniciativë që kërkon shumë angazhim edhe nga ana e ambulantëve që të respektojnë to pika se ku vendosim ne për të tregtuar, por është një gjë shumë e mirë e cila funksionon në disa pika të qytetit tashmë. Në planet afatmesme të bashkisë parashikohen gjithashtu projektet për ngritjen e tregjeve të grumbullimit dhe shpërndarjes së produkteve bujqësore në zonën e Nën Shkodrës dhe në Postrip. Qëllimi është krijimi një rrjeti funksional tregtar që lehtëson qarkullimin e produkteve vendase dhe mbështet fermerët e zonave rurale.